Qeveria ka miratuar këtë të premte amnistin penale pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, një vendim që Ministri i Drejtësisë Besford Llamadhari e konsideron një akt human dhe një mundësi të dytë për rehabilitimin e të dënuarve. Sipas amnistisë, 447 persona përfituan lirinë të menjëhershëm, 853 të tjerë përfituan ulje dënimi, ndërsa nga shërbimi i provës u amnistuan 5077 të dënuar me masë alternative. Gjithashtu janë pushuar 14000 procedime për vepra të lehta, duke filluar nga viti 2024. Human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe reintegrim, ky është një hap konkret që ul presionin e popullimit të bugjeve dhe për të fokusuar drejtësinë aty ku rreziku shoqëror është real. Nuk bëhet fjalë për tolerancën e krimit, por për një qasje të matur që synon reintegrimin dhe përdorimin më efikas të drejtësisë penale, teksa ne po punojmë fort për të ulur përdorimin e panevojshëm të parabugimit në përputhje me shqetësimet e drejta të ngritura nga Këshilli i Evropës, si dhe në raport me standardet evropiane. Amnistia nuk përfshin subjektet e SPAK-ut dhe GJKK-s. Projekt ligji do të depozitohet në kuvent për shqyrtim në komisionet parlamentare dhe më pas do të kalojë për miratim në seancë plenare, duke mundësuar zbatimin e menjëhershëm të masave të parashikuara.